dakord. Edhe kontestimit ndaj opozitës, pse nuk e bëjt pamundur këtë fars, u thanë. Pyetja është çfarë do bëj opozita tani dhe ka dhe një farë mini shprese, po flas tek pjesa e militantëve. Fakti që SBA-t se kanë uruar akoma Edi Ramën. A pris një gjë për tyre? Tani, se cili do jetë qëndrimi final i tyre, unë s'mund ta them. Por fakti që nuk e kanë përshëndetur për bën një dallim të qartë me të gjitha qëndrimet e mëparshme. Po në qoftë se e përshëndesin? Mund ta përshëndesin, s'të them, se nuk e di, po them nuk e di. Cili do ishte reagimi? Një minutë. Në 40 të tjera që unë mbaj mend, ata ai është përshëndetur brenda 24 orëve edhe ndarë bile pa numëruar, a kupton? Fakti që se kanë përshëndetur, kanë marrë kohë për të pa, është një zhvillim që se do ta kishin bërë, po të mos kishte probleme. Duket kanë konstatuar se ka probleme. Së dyti, erdhi një i dërguar i Departamentit Drejtësisë dhe për herë të parë, foli për kartele. Të luftojnë kartelet e drogës. Kjo përbën një ndryshim cilësor. Ata përpara, që është e vërteta, në një raport para 3-4 vitësh, thonë që Shqipëria është epicentër e veprimtarisë organizatave kriminale të rajonit, të Europës, të Amerikës Veriore, Amerikës Jugore dhe linjes mesme. I ke të gjitha të rishtuara. Epicentër organizatave veprimtarisë kriminale. Por kartel nuk kishit thënë. Se unë ndjek raportet. Klasifikimi i kartel përbën një ndryshim shumë serios. Në kuptimin që Donald Trump kartelet i futi në grupin e organizatave terroriste. Po kartelet caktuara, kartelet Sinaloa dhe këto. Po ama deklarimi dhe është kartele. Ai që kontrollon portin është kartel, super kartel. Ti lësh portin ti një organizate kriminale, kena në çdo gjë aty, jam thonë. Ky ala ka që në vitin 2020 që troplinët kontrollojnë 100% portin dhe ka 3 vite që skapet 1 gram kokain, as heroin, as gjë. Jo, as një. Unë e kam deklaruar para 1 muaj që ky është porti kryesor i kokainës në Europë. E kam deklaruar, më kam thënë se unë nuk shti fallë. Ky hoqë çdo lloj, ky porti i lirë për kokainën. Porti i lirë për kokainën, o zotëri. Doktor, vitin e kaluar në gjithë Shqipërinë janë sekuestruar 29 kg, vetëm 29 kg kokainë, sipas raportit të policisë. Po porti është kryesor. Që do të thotë, që do të thotë që është një pikë uji në oqean. Po. Logjikisht. Jo, dakord me ty. S'ka më